Mund t'jetë një burr i bukur, mund t'jetë një grua shumë e bukur. Mirë, po nëse nuk e ka këtë bukuri në shërbim të adhurimit, së shpejti valla pëtën 2 ditë masi që të varroset qele vorën, është që lidhje me të bukurisë ka pas më. Veç në të varë, përna ditën e gjykimit tëtë, përna dënimin apo. Ku është bukuria? Përna bukuria reale është bukuria e shpirtit. Wallahi bukuria reale është bukuria e moralit, e zemrës, e vlerave, e besimit. Çto bukuria apo? Çto bukuria? Pasuria reale është pasuria e zemrës. I pasur është ai që ka vlera, ka moral, ka nder. Çfarë është i pasur? Ndërsa ai që ka vetë shifra numerike, po s'ka nder, s'ka fytyrë, s'ka karakter, çka i duhet ai numër? Po në botën e materializmit sa që njerëz më në shkurt, ai më rëndësi me pas, ani. Ti më na ç'shto apo? E po na shikojmë për te kësaj, na shikojmë për te bukurisë formale, ne shikojmë për te joshës formale, për te kësaj na shikojmë. Që kjo është largëpamësia e besimtarit. Largëpamësia e besimtarit është me shikuar për te, çka për te kësaj? Çka ka ani çka bukuri, po për te kësaj çka ka? Valla dënim, atëherë s'është e bukur. Andaj edhe çfarë do pamje e bukur që mund ta rrëmbën synën, mund ta rrëmbën vëmendjen. Ki kujdes, është formale, është sipërfaqësore. Çka pasoj, çka dënimi i Allahut, hidrimi i Allahut xhallahu. Atëherë shikimin. Largohu, s'ja vlen. Andaj feja na mëson me shikuar për te formalitetit, për te të pamjes parë. Çka për te kësaj? Ç'kjo është? Ja vlen. Çka për te kësaj? S'ja vlen. Largohu ato.